Përshëndetje, sot po përgatisim edhe një recetë shumë të shishme, pite me mish, si t'ju mbetet mishi i butë edhe mos ju bëhet i thotë. Fillojmë. Së pari përgatisim harxhin, edhe këtu kemi 500 gram mish të bluar. Shtojmë pak vaj, mandej hedhim edhe kryp, 2 lugë të çajit pra ose një lugë të mesme, shtojmë biber të zi, edhe vazhdojmë e kavërdisim mishin për pak minuta që më vonë të shtojmë edhe qepën. Pastaj e shtojmë edhe qepën, 2 qepë të mëdhaja. Qepë mund të shtoni sa doni vetë. Unë do të shtoj 2 qepë të mëdhaja ose 3 qepë mesatare. Vazhdojmë edhe tash mishin, po e kavërdisim së bashku me qepën. Shtojmë edhe biber të kuq, 1 lugë të mesme, apo 2 lugë të vogla të çajit, edhe vazhdojmë kavërdisim mirë mishin. Që të kavërdiset edhe qepa, tash së bashku me mishin. Do e shikoni nëse do ketë nevojë të shtoni vaj gjatë kavërdisjes, pra do ta kontrolloni. Edhe qepa fillon të zbutet duke u kavërdisur. Pasi e kam kavërdis për 5 minuta, tash vazhdojmë edhe shtojmë ujë. Do i shtojmë ujë që mishit na mbetet i butë. Mos të thohet, kështu do ta la mishin të zihet me ujin. Edhe do të bëhet më i butë, do të zihet pak, por edhe pitja mandej nuk na del e thotë. Tash po vazhdoj, po përgatis brumin, edhe në një enë hedhim 400 ml ujë. Vazhdojmë shtojmë 3 lugë të çajit me kryp, ose 1 lugë e pak të kafës me kryp, unë i përdori këto lugë të vogla të çajit, edhe shtoj mielin gradualisht nga pak, derisa të formojmë brumin e pitës. Parafërsisht do t'ju nevojiten dikon 500 e diçka gram për këtë recetë, pra do e kontrolloni brumin me dorë. Nuk e bëni brumin e butë, por do e bëni një brum pak më të fortë, jo shumë të butë, që mos të lëshoj shumë. Edhe tash, pasi ta kemi formu brumin, po e shikoni që brumi duhet me ngjesh pak me dorë. Pasi ta kemi gati, brumin e la që të pushoj për 10-15 minuta, e mandej pasi që brumi të pushoj, do të vazhdoj edhe do të ndoj kuleçt. Kur brumi pushon, mandej edhe shkon më lehtë, pra çelet më lehtë. Po vazhdojmë edhe po ndojmë kuleç të vegjël. Gjithsej nga brumi do të ndoj 18 kuleç të vegjël. 9 kuleç për pjesën e parë edhe 9 kuleç për pjesën tjetër. Tash se cilën pjesë të vogël po i japim formën e kulaçit, edhe kështu mandej i la me pushu për pak minuta, pra derisa të formojmë krejt kuleçt. Pastaj marrim kulaçin e parë që e kemi formu më herët, sepse ai ka pushu veç më. Tash këto i kena 2 pjesë, pra për pjesën e parë edhe për pjesën e dytë. Marrim kulaçin e parë që ka pushu më shumë, e tjerët i mbulojmë mos me vendu kore. Edhe vazhdojmë i hapim në një masi të pjatës. Nëse e përgatitni këtë recetë kështu, unë ju garantoj që keni me përgatit piten apo burekun më të mirë të mundshëm. Në fillim unë po vazhdoj po i qeli kështu 9 kulaçat e parë për pjesën e poshtme, pra të pites apo burekut. Mandej marrim, pasi që të përgatisim krejt kuleç kështu, edhe i lyejmë me gjalp të përzier me pak vaj. I lyejmë mirë, pra unë gjithmonë kam dëshirë me përgatit me gjalp, për shkak se edhe nuk më mundon shumë, pra nuk e mundon lukthin, pra nga përvoja po ju a them, edhe pak vaj i shtoni, edhe tash pra i bojmë nga 2,
kështu krejt pra kulaqat nga 2, edhe marrim tash kulaqi që na ka mbetur tek. E hapim pra në një mallësi kështu, aq sa shkon, nga pak e nxehtni kështu me gishta që mos në mblidhet, po ti mbet forma kështu e zgjerume. Do ta lyej pak me gjalp. Marrim petat që i kemi bën nga 2, edhe më letë e kena edhe me përgatit recetën. Pra i hapim, i qelim kështu, edhe tash i bojmë bashk. Kështu edhe më shpejt e përgatisim recetën, edhe më letë pra i keni me i hap kështu petat, edhe i bojmë bashk krejt qështu, edhe i lyejmë përsëri me gjalp, por i rrotullojmë tash nga ana tjetër. Kështu e përgatisim të në kohën piten duke e rrotullu, për shkak që nuk duhet na ikin petat, por duhet i kemi të bashkuara në mallësi të njëjtë. Marrim edhe 2 petat e tjera, edhe kështu e përgatisim pra pjesën e parë edhe pjesën e dytë të pites, por unë ju them se vërtet do të bëhet shumë e mirë. Po shikoni që edhe brumi është bërë shumë i mirë, po shkon shumë, zgjatet, pra është shumë mirë, edhe petat po shkojnë njëjtë. Sërish hedhim gjalp, jo shumë, nga pak siç mund ta shikoni, sa për ta lyer petën. Marrim edhe 2 të tjera, edhe krejt njëjtë. Pasi kemi përfundu, vazhdojmë edhe e zgjatim me dorë, edhe po shikoni që peta po rritet, e mandej marrim edhe të hollusën edhe e zgjerojmë kështu. Mundoheni që ta bëjmë pak më të gjatë edhe më të gjerë, pra gjithmonë petën e parë e rrisim më shumë se sa pjesën e dytë. Tepsia është kjo, e kam lyer me gjalp ose margarinë lini, e vendojmë tek tepsia. Tash e la që brumi të pushoj derisa të përgatisim kuleçt e tjerë, ose pjesën mbi këto kuleç këtu. Pasi ka pushu brumi, atëherë vazhdojmë edhe e zgjatim dhe bëjmë sa tepsia, e zgjatim pak më të madhe, pra duke formuar edhe skaje. Hedhim mishin që e kemi përgatitur, pra e mbushim piten me mish, e mandej krejt në fund, pasi të hedhim mishin, yndyra që ka ngelur në tigan, do shtoj prapërsisht 3 lugë të gjellës ujë, edhe ujin mandej do e shtoj këtu tek pitja, pra me mishin, këtë ujin, 3 lugë të gjellës, i kemi bërë krejt kuleçt bashk, edhe nën kuleçt e tjerë, kemi formu dhe pjesën e dytë, edhe vazhdojmë më një herë zgjasim, për shkak se pjesën e dytë gjithmonë e leni më të vogël se sa të parën, pra e pat vetë që pjesën e parë kemi zgjatë më shumë, sepse ashtu e formojmë edhe rrethin, pra me rreth kena me përgatit pitën. Pasi që i kemi bo bashk, pra të dy petat, edhe po e formojmë rrethin. Besoj që të gjithë e dini se si e formoni rrethin e pites, do të formojmë një rreth të hollë, jo të trash, do ta lyejmë pak me vaj, edhe tash furrën e shporetit duhet me nxej në temperaturë 250 gradë. Pasi të nxehet mirë furra, e shtim edhe e pjekim piten në 250 gradë
për afërsisht 15 minuta, ose do e kontrolloni ju deri sa të skuqet kështu. Pasi që të jetë gati, atëherë me njëherë pra e shprishim pak pjesën B, nëse doni, kjo bëhet sipas dëshirës, edhe po shikoni që vërtet është shumë i shishëm, është krokant, edhe nëse doni ma të butë, unë ju sugjeroj pak me spërkat me ujë edhe me mbulu, e nëse e doni pak më kërc me bo, veç e mbuloni pak, për një 5 minuta e keni gati. Kjo ishte edhe receta që kishim përgatitur për sot. Unë shpresoj që ju ka pëlqy edhe kjo recetë tepër e mirë edhe tepër e shishme. Nëse e përgatisni ju boft mirë, mos harroni të aktivizoni zilen për më shumë receta tjera. Mirëmbëjtje.